truri është nuk ta duron dot e pe e pash zëre se ta dhash. Truri është unë e dua deri në fund këtë mjekimin se ndryshe fatura ime do të vi më e lartë në kohën e dytë. Siç në fakt kështu ndodh në gjithë mjekësinë, por truri mban dhe inteligjencën. Kështu që ka ca mekanizma të përfshirjes dhe psikodinamike që në këtë rast në vend që ta ndihmoj atë person, fillon edhe e para njërë që medikamentet tona kanë një skem të mirë përcaktuar të startit dhe të ndërprerjes. Dhe reduktimi i dozave është shumë i personalizuar, pra ndryshe më vepron një mjekim mua dhe ndryshe i vepron një tjetri. Te unë mund të doj të paktën 3 muaj, te një tjetër mund të doj dhe 6 muaj. Dhe mbi bazën e kësaj ecurie ne personalizojmë në momentin që kemi arritur te fitoria dhe reduktimin. Ne kemi shumë më të rëndësishëm dhe shumë më dilem momentin kur do fillojmë të reduktojmë mjekimin sesa fillimin e trajtimit, sepse intuita dhe profesionalizmi nuk të lë të gabosh. Ama ndërprerja e menjëhershme i jep shumë më tepër efekte negative. Sepse të tillë profil kanë medikamentet tonë.